Kurbani dhe rregullat e tij. Kurbani është një lloj ibadeti, i cili nënkupton sakrificën e një lloji të caktuar të kafshëve, bagative ose gjedheve, në kohën e caktuar me qëllim për t'u ofruar Allahut të Madhërisëm. Ky lloj ibadeti është wajib, kurse është i ngritur në bazë të urdhërit të Kur'anit famëlar dhe të hadithit të pejgamberit Muhammed alayhis salatu wassalam. Allahu i lartësuar thot: "Ne vërtet të dham ty shumë të mira, andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd, e s'ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur." Gjithashtu Allahu i Madhërisëm thot: "Tek Allahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por te ai arrin bindja juaj. Ai ashtu ua nënshtroi ato juve që ta madhëroni Allahun për udhëzimin që ua bëri. Bamirësve jepju mishde." Ebu Rafi radiallahu anhu transmeton se kur i dërguari i Allahut Muhammedi alayhis salatu wassalam blinte kurban, kërkonte që ta zgjidhte më të mirin, e kur mbaronte hutben në ditën e Bajramit, zgjidhte njëri prej dy kurbanëve të blerë dhe e therte vet, duke thënë: "Zoti im, ky është për ummetin tim, për çdo njeri që dëshmon se vetëm ti je një dhe që dëshmon për mua se e kam kumtuar shpalljen." Pastaj merrte të dytin dhe thoshte: "Ky është nga Muhamedi dhe nga familja e Muhammedit." Gjithashtu i dërguari i Zotit, Muhammedi alayhis salam thot: "Kush posedon pasuri dhe nuk ka therrur kurban, mos t'i afrohet vendit ton ku falim namazin e Bajramit." Kush obligohet që të therr kurban? Sipas dispozitave islame, çdo musliman dhe muslimane, të cilët posedojnë sasi të caktuar të pasurisë, në ditën e Bajramit janë të obliguar që një herë në vit të therrin kurban. Çfarë mund të therret si kurban? Kafshët që mund të therren kurban janë lopa, deveja, delja dhe dhitë. Për gjedhen është kusht që t'i ketë mbushur 2 vjet. Në këtë lloj të kurbanit mund që të marrin pjesë nga 7 persona, me kusht që të gjithë ta kenë bërë niyetin për kurban. Deveja është kusht që të ketë mbushur 5 vjet. Ndërsa bagatitë e imta siç janë delja, dashi, dhia dhe cjapi nuk mund të jenë më pak se 1 vit, përpos nëse nga dukja sipas madhësisë dhe peshës i përgjigjet asaj që i ka mbushur 1 vit. Për kurban nuk mund të therren kafshë të mëdha dhe të vogla, të cilat janë të prekura nga këto tëmeta fizike. Nëse është e verbër në të dy ose në njërin sy. Nëse është e qalë dhe e dobët, saqë të mos ketë mundësi të arrijë deri te vendi i therrjes. Nëse veshin ose bishtin e ka gjysmë të prerë, mirë po nëse është lindur kështu, atëherë mund të therret kurban. Nëse e ka bririn të thyer, saqë i është lënduar edhe nervi cerebral. Nëse është e semur, saqë s'ka shpresë se mund të mbijetojë. Nëse nuk i ka dhëmbët ose i ka të thyer, dhe nëse sisat i ka të prera, saqë s'mund ta ushqejë të voglin e vet. I dërguari i Allahut Muhammedi alayhis salam ka thënë: 4 kafshë nuk vlejnë për kurban, e verbëra me verbëri të qartë, e semura me sëmundje të qartë, e çala e cila ka çalim të qartë, dhe e dobëta e cila nuk ka mundësi të qëndrojë në këmbë. Koha dhe mënyra e therrjes së kurbanit. Koha e therrjes së kurbanit fillon pasi që të falet namazi i Bajramit dhe zgjat derisa të perëndoj dielli i ditës së tretë të Bajramit. Muhammedi alayhis salam thot: "Kush therr kurban para namazit të Bajramit, atëherë ai është vetëm mish i cili i shpërndahet familjes së tij." Gjatë therrjes së kurbanit duhet të kihet kujdes që me thikën e mprehtë t'i priten të 2 enët kryesore të gjakut, gabxheri dhe laringu. Aisha radiallahu anha tregon se si Muhammedi alayhis salam e therte kurbanin. Muhammedi alayhis salam urdhëroi që t'i sillet kurbani në vendin e therrjes, kur ju sol një dash brinak, me bark dhe këmbë të zeza, si të zynë, kërkoi që t'i sillej një thikë mprehtë mirë, më pas e shtriu dashin dhe e shprehu këtë: "Në emër të Allahut, Zoti im, prano këtë ibadet prej Muhammedit, familjes së tij dhe nga të gjithë idhtarët e mi." Është e preferuar që kurbanit gjatë therrjes t'i lidhen këmbët, të shtrihet në anën e majtë dhe të kthehet nga kibla. Thika të mprehet mirë dhe të veprohet me kujdes të madh. I dërguari i Allahut Muhammedi alayhis salam ka thënë:
Allahu i Madhërisëm ka urdhëruar që të sillemi me bamirësi ndaj çdo kujt dhe secilës gjë. Nëse diçkaje i merret jeta, bëjeni atë me mënyrën më të kujdesshme. Nëse therrni kurban, therreni atë me kujdes. Mprehni mirë thikat tuaja, lehtësoni kurbanin dhe mos e mundoni atë. Shpërndarja e mishit të kurbanit. Allahu i lartësuar thot, për të qenë të pranishëm në dobit e tyre dhe që ta përmendin Allahun në ato ditë të caktuara, dhe për që i ka furnizuar me kafsh, hani pra prej tyre dhe ushqeni të ngushtuarit e të varfërit. Kurse i dërguari Allahut Muhamedi a.s. thot, hani nga kurbani, mbani diçka për vete dhe shpërndani sadaka. Mishi i kurbanit ndahet në 3 pjesë. 1/3 i ndahet familjes, pjesa e 2 e së tretës ju ndahet miqve dhe tjetra nevojtarve dhe të ngushtuarve. Pejgamberi a.s. ka thënë, me 1/3 njeriu le ta ushqej familjen e tij, me pjesën e 2 të së tretës le t'i ushqej fëmijët dhe pjesën e 3 le t'u shpërndaj nevojtarve. Lejohet që të shpërndahet i gjithë kurbani, madje në raste kur ka shumë nevojë mund që të mbahet i tëri, mirë po nuk lejohet që të shitet diçka prej tij. Ç'duhet bërë me lëkurën e kurbanit? Duhet ditur se nuk lejohet asgjë të shitet nga kurbani, madje as qimet dhe as lëkura e tij. Lëkura mund të mbahet për vete me kusht që vlera e saj në të hollat t'ju jepet të varfërve. Lëkura e kurbanit mund t'ju jepet edhe institucioneve dhe shoqatave humanitare, qëllimi i të cilave është ndihmesa e të varfërve, në rast se ka shoqata dhe institucione të tilla në atë vend.